Është roli me që e përmene ish presidentin Ibrahim Rugova, roli ti në luftën e Kosovës? Roli ti në luftën e Kosovës është njësoj si Tahir Zemaj dezertor. Pse? Është e rëndë kjo? Jo, nuk është e rëndë, sepse siç e thamë që parë që Tahir Zemaj iku, edhe presidenti Rugova iku. Pra në momentin që populli po i digjej, po i vritej, po i përdhunoj, po i masakroj, ky vendosi të ikte me familjen, vetëm me familjen e tij në Rom. Pra, u kujdes vetëm për familjen e tij, ndërkohë që ai mund ta çonte familjen, thoshte unë rri sepse unë jam presidenti i këtij populli. Dhe rrinte atje. Jo, ai iku dhe iku. Pra e la popullin në mëshirë të fatit. Në momentin që ti e ke dhënë vetes detyrën e çobanit. Pra çoban, dhe ti i lshon delet, bëni si doni ju thu deleve se unë kam hallet e mia, edhe ikën, në atë moment ti nuk je më çoban, ti je dezertor. Vërtet. Po e vërtet për dezertor, për Rugova nuk e di tetë më mirë. Unë po e them këtë që ka ndodhur. Si unë jam i ri, po. Unë po them këtë që ka ndodhur, këtë që e dim të gjithë, pra nga historia që zotëria iku. Dhe kërkoi që t'i binin një avion dhe t'ikte. Pra shkoi takoi Miloševićin, nuk po hyj kësaj si e qyshe tek normalisht se mund ta kenë detyruar, kanë detyruar, është problem tjetër. Kanë detyruar. Ajo është komplet Adnan Merovci që kanë detyruar, po. Dakor. Por ama të largohej nuk e detyroi kush. Të largohej zgjodhi. Ishte zgjedhje largimi. Dhe kjo i vë pikën për mua. E ke thonë një deklaratë interesante drejtan, mua që ka kalon përshtypje është që keni thonë që në kohën kur ka ardhur në Likovs, nëse s'gaboj, kryeministri Albin Kurti në detyrë që tashmë është, Samir Shtoku i ka lutë, i ka kërku me vesh uniformën e OÇK-s, por nuk e ka vesh. Ka qenë në Arbri. Keni qenë ju prezant? Jo, në 98-ën shtabi i përgjithshëm është themeluar në Arbrit të Kosovës, në Arbrit Drenicës. Dhe pothuajse deri në nëndorë të 98-ës, shtabi i përgjithshëm ka qenë atje. Pastaj në nëndorë të 98-ës është vendosur në Kleçk, në malet e Pagarushës. Dhe në shtator, Adem Demaçi është caktuar nga shtabi i përgjithshëm si përfaqësues politik i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës. E vërtet. Pra, sepse ka pse e theksoi shtabit të përgjithshëm, sepse në fillim ka qenë përfaqësues politik i shtabit të përgjithshëm. Dhe kur ka ardhur atje, ka ardhur bashkë me Albin Kurtin dhe Samir Shtaku i ka propozuar Albin Kurtit që të bëhet pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Konkretisht Samir Shtaku. Konkretisht Samir Shtaku. Dhe zotëria nuk ka pranuar. Unë nuk kam qenë prezent, por ama prezent në këtë sallë, në këtë vend. Kanë qenë edhe 7 vetë atje. Kush janë ata? Tonë 7 persona të tjerë. Le ti thot Samir Shtaku. A ka qenë babai ju atë? Jo, nuk ka qenë. Le ti thot Samir Shtaku. Kjo është hera e parë. Ka qenë Thoçi këta, ish presidenti? Jo, pra jo, tha që nuk ka qenë në moment. Po ka qenë Kadri Veseli. Po Kadri Veseli nuk mund të flasë sepse ndodhet diku tjetër, po Samir Shtaku është gjallë dhe mund ta thotë. Kurse propozimin e dytë i është bërë kur ka qenë në Kleçk, në shtabin e përgjithshëm në Kleçk, në dhjetor, atje propozimin e ka bërë La Ibrahimaj. La Ibrahimaj. Po. I ka thonë vesh edhe nuk o vesh. Po. Kjo është deklaratë e saktë. Kjo është deklaratë e saktë. Të dy personat janë gjallë dhe të dy personat mund t'i pyesin dhe mund të thonë, nëse unë gënjej. Pra juve mund ta pyesni, ka gënjur Dritani apo s'ka gënjur Dritani? Pra kaq shumë e thjeshtë. Po shumë e thjeshtë, po. Kaq është. Nuk e besoj djali i komandant Shpendit, nëse s'gaboj apo? A ka pas në fund Shpendi Delaveri? Jo, shpëtim. Shpëtim golem. Nuk besoj që djali i komandant Shpëtimit gëzon me gënjë. Jo, unë them që nuk po gënjej. Personat janë gjallë dhe mund të dalmi tek ti, po pse nuk guxon me vizitu Kosovën? Sa unë e di që e do shumte. Shikoj, unë nuk vi dot në Kosovë për arsye se jam person në kërkim nga gjykata e Hagë, nga kjo gjykata e Kosovës që ndodhen në Hagë, se po i themi gjykata e Hagës, gjykata e Hagës, është gjykata e Hagës. Është gjykata e Kosovës që ndodhen në Hagë. Akuzohem për të njëjtën vepër që akuzohet edhe Hashim Thaçi pra për dëmtim të drejtësisë, nxjerrje të pengim drejtësisë, këto budalliqet e tyre, pra. A ke zbuluar në dëshmitar se unë di që ke thonë që ka njerëz që janë marrë Jo, ata nuk janë dëshmitarë, unë i kam akuzuar, nuk kam, sepse këtu qëndron problemi. Problemi thonë që ata më akuzojnë se unë kam nxjerrë emrat e dëshmitarëve, ndërkohë që unë nuk kam nxjerrë emrat e dëshmitarëve. Ata nuk janë dëshmitarë, unë i kam akuzuar për dëshmitar të rrem, për dëshmi të rreme. Pra unë kam bërë akuzë publike që këta njerëz janë dëshmitar të rrem. Pra është ndryshe ti je dëshmitar, të nxjerrësh emrin e një dëshmitari, është ndryshe ta akuzosh dikë për dëshmi të rreme. Kush janë dëshmitarë? Unë kam akuzuar 6 persona që janë dëshmitar të rrem në procesin gjyqësor ndaj Sali Mustafës. Sali Mustafa është akuzuar me dëshmi të rreme. Njëjta gjë është akuzuar me dëshmi të rreme edhe Pjetër Shala, edhe emrat e tyre të Pjetër Shalës dhe të familjes, ata janë një familje që e akuzojnë Pjetër Shalën. Edhe ata i kam deklaruar, pa i kam thënë, pra këta janë 2 persona që për momentin është e vërtetuar që janë akuzuar me dëshmi të rreme. Edhe pjesa më e madhe, edhe dëshmi të tjera që janë
në procesin tjetër ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Bas Jakub, janë totalisht të rreme, janë përralla. Pra janë të rreme për arsye se ti i ka akuzuar këta persona për diku të rreth mbi 150 serb të vrarë ose të humbur ose të zgjuar. Ndërkohë që dëshmitë e familjarëve të tyre serbe thonë që kur vinë në proces thonë që fëmijët e tyre, burrat e tyre, baballarët e tyre kanë qenë paramilitar, pra kanë qenë veshur. Në momentin që ti je paramilitar, atëherë këto dëshmi nuk kanë punë në këtë proces, sepse ti e ka akuzuar për krime lufte. Të vrasësh një ushtarak nuk është krim lufte. Krim lufte është vrasje një civil, pra këtu në këto mes kemi vrasje të civilëve. Kemi vrasje të ushtarakëve. Absolutisht, po paramilitarëve. Po. Ç'pun kanë ata në këtë proces? Çdo njeri kishte vrarë paramilitar. Edhe sa më morë praktikë shtëpisë. Absolutisht. Pra kjo është problemi. Dhe pastaj thon drejtësi, këtu s'ka çështje drejtësie më. Çka mendon ju, a do të lirohen ata? Unë uroj që të lirohen, po kjo drejtësia e këtyre, kjo drejtësia e mbrapsht e këtyre ndërkombëtarëve, unë nuk një mendim thotë që një pjesë do të lirojnë, një pjesë do t'i mbajnë në shkallë të parë, pastaj kur shkojnë në shkallë të dytë mund të lirohen. Cilat do të lirohen sipas teje? Mendimi yt? Unë mendoj që ata do të lirojnë Kadri Veselin dhe Recep Selimin në shkallë të parë dhe pastaj Baca Jakub edhe Hashimi e fitojnë në shkallë të dytë dhe lirohen. A e sheh ish presidentin thotë që përsëri në politikë Kosovë? Unë do të doja që të kthehej. Nga disa deklarata dhe nga disa intervista që ka dhënë në fund, kam parë një stepje të tij që nuk do të përzihet më në këtë. Por ama unë do të thosha që I duhet Kosovë sigurisht. Duhet të kthehet sepse ka një karizëm, ka një ashtu mund ta bëj bashkë opozitën e cila është bër pikë 5. Pra le ta themi, opozita në Kosovë është secila është pikë 5, secila në sabletin, kanë fundur duar në xhep edhe po rrin me duar në xhepa. Pajtuna plotësisht. Rrish me duar në xhepa, në opozitë nuk është opozitë. Është se hirlik. Pra hajde dalim dhe bëjmë se hirlik. O bo paterice e pushtetit? Po nuk do të thosha paterice e pushtetit, po pushteti është duke shfrytzuar këtë serlikun e tyre. Të paaftësinë e tyre për të bashkuar, të paaftësinë e tyre mungesën e karizmës, mungesën e një individi, një personi që t'i bëj bashkë për një luftë politike. Pra, problemi është një luftë politike, por një luftë politike jo si kjo që bën Albin Kurti, kjo nuk është luftë politike. Luftë politike me të akuza unë në fillim kur filloi procesi politik në Kosovë pas luftës, pra në 10-15 ditët e para ka qenë një proces politik i ëmbël i këndshëm që ishte shembull për pjesën tjetër shqiptarëve. Që shisi bëhet politika në Kosovë, pra normalisht me ato akuza, po pa akuza të cilat, pa sharje, pa fyrje, pa denigrime, pa këto gjërat dhe edhe procesi zgjedhor ishte i këndshëm. Tash jena po mazizit e juve. Tash juve na keni kopjuar neve dhe kjo është. Jo mazi. Nga njëra anë vërteton që jemi një popull, një kom, pra nuk ekziston kombi kosovar, këto prallat e kombit kosovar nuk ekzistojnë. Nuk pajtohesh me Xhbeten Spahi që thotë kombi kosovar? Jo, nuk pajtom se nuk ka komb kosovar sepse komsia e thot Fanoli nga një shprehje pra. Unë jam me Fanolin dhe jo me Nezhmedin ose me gë tjetër.